GKKO ka dhënë 66 vite burg për të akuzuarit në dosjen Metamorfoza 2, që pas batimit të gjykimit të shkurtuar do të vuajnë vetëm 42 vite. Bëhet fjalë për hetimin ku pjesë është edhe ish shefi i krimeve Dedan Xhoni, për të cilin SPAK zbuloi se informonte palët mbi lëvizjet e Xhevdet Plakut, i cili kërkoi për t'u bërë atentat. Për të gjykata vendosi 8 vite burg për sigurim kushtesh në kryer të vrasjes, trafik narkotikësh dhe grup kriminal. Ismail Elezi është personi që ka dënimin më të lartë në këtë çështje me 15 vite, por që i zbret në 10 me gjykim të shkurtuar, ndërsa do të vendoset në burg të sigurisë së lartë. Zeneli sipas dosjes kërkonte të vriste dy vëllezërit Edmond dhe Albert Nela, për të cilët dy shoqë i kishin vrarë vëllan guzimtar Sadrin në vitin 2013 në Britaninë e Madhe. Për këtë ai do të bashkëpunonte me Bujar Gërmizin, Dedan Xhonin dhe Nurettin Dumanin. Dënimet janë dhënë edhe për Besmir Muratin, Albert Prengën, Bujar Ajetin dhe Adrian Cenaj Dedajn. Të gjithë të dënuarit u shpallën fajtor për sigurimin e kushteve për vrasjen e vëllezërve Nela dhe trafikimin e kokainës nga Amerika Latina drejt Bashkimit Evropian. Vuajtja e dënimit fillojnë nga dita e arrestimit dhe do të kryhet në burgje me siguri të lartë. Gjithashtu, GKKO vendosi konfiskimin përfundimtar të makinave dhe llogari bankare.